Në pjesën e parë folëm për emigracionin, kushtet e emigracionit, sa kanë ndryshuar nga epoka në epokë, në 10 vjeçar të ndryshëm, dhe për të plotësuar deri diku puzzle-in e kësaj teme, ne kemi ftuar një personazh shumë simpatik, njëri që flet drejt, pastër dhe pa gabime gjithmonë. Është ai person që i shkruan vajzës, gruas, nënës dhe e lartëson figurën e gruas në piedestal. Është poeti Dibran që thot shumë fjalë bukura gjithmonë, kritikon politiken, është mbi të gjitha babai i Aldo Skejës, i cili nesër ka një provim shumë të vështirë, të cilin vetë ai do rrefej pak më vonë. Hamdi, temën sot e kishim për emigracionin. Madje emigracionin 35 vjeçar të shqiptarëve gjatë gjithë tyre viteve dhe vështirësitë e tyre. Shkurt, duam disa opinione nga ty, por ama duam që të na trajtosh duke e parë edhe në këndvështrimin tënd individual. Së pari njëherë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, sinqerisht, thjesht para jush. Dhe duke dhënë hapësira për të biseduar për këto gjëra shumë të shpirtërore, shumë të sinqerta. Atëherë emigracionin e kam provuar edhe unë. Kjo është e padiskutueshme. Dhe u mendoj që nga vitet 90 e deri sot nuk ka ndryshuar asnjë gjë, sepse shqiptarët vazhdojnë të ecin akoma në këmbë, malit. Shqiptarët vazhdojnë të vriten dhe të keq trajtohen malit apo detit me gomone, me 1 milion mënyrat. Po sinqerisht ka dhe një gjë të bukur, që shqiptarët janë një racë e fortë. Dhe ne na thonë gjithmonë kombi ynë, sepse gjithmonë ne rikthehemi. Po. Kjo është gjëja mirë. Unë e kam provuar, kam ikur disa herë, gjoj e din, kam ikur disa herë nga Shqipëria, e kam pasur dëshirën të madhe fort për të ikur nga Shqipëria. Dhe pastaj e rikthyer përsëri. Dhe jam rikthyer dhe nuk do ik më. Sepse Shqipëria, pavarësisht gjitha problemeve, është vendi yt, është gjuha jote, është ke njerëzit tu, ke gjithçka. Sa ka ndikuar Dibra në ndërtimin e shpirtit tënd poetik dhe në rikthimin e vazhdueshëm në Shqipëri, meqense jemi te tema e emigracionit, unë të njoh familjarisht dhe e di që ti disa herë ke ikur dhe je rikthyer sepse e do shumë vendin tënd. E dua sinqerisht. E dua pavarësisht se nuk më ka dashur mua. Domethënë nuk më ka dashur politikisht, nuk më kanë dashur. Sepse më kanë bërë shumë padrejtësi, ti e di shumë mirë. Por unë do vazhdoj ta dua këtë vend. Kur kritikon politikën për emigrimin e të rinjve, a ndjen se po flet edhe në emër të grave që shpesh derdhin lot për fëmijët e tyre larg bekimit të nënave dhe kujdesit të përditshëm? Pra, a mendon se shpesh gratë mbeten jashtë vendimarrjes? Po, gratë mbeten jo vetëm jashtë vendimarrjes, gratë mbeten edhe jashtë meritave. Sepse ka një citat banal në Shqipëri që thotë mos e gruaja s'bën asgjë. Po që është e vërtetë, të gjitha gjërat që nisen nga fillimi deri në fund i bën gruaja. Sepse po gatuan, po lan, po nuk ulet një sekond nga që të qetësohet apo të dalë të pi një kafe. Dhe ti i thur himn gruas apo jo? Do vazhdoj të thur himn. Para se të kalojmë te një poezi shumë e ndjerë që ti je rikthyer pothuajse këtë ditë, pra në ditët e para të muajit shkurt më ke rrëfyer, ke shkruar këtë poezi. Unë dua të cek pak edhe momentet politike që ke kaluar. Pra ti kritikon PD-n, kritikon PS-n, anatemon partitë e vogla, nuk bashkosh me partitë e mëdha. A ka ardhur koha të bësh një parti tënde në Hamdi Skeja? Kështu duket. Jo, të lutem shumë, boll parti kemi ne. Ne kemi më shumë parti se sa popull. Ku do aderosh atëherë? Do vazhdoj të bëj, siç e kam thënë, do vazhdoj të bëj politik bërjen, por kur politikan. Po një grupim shoqëror që të jetë i pastër, i sinqert dhe të flas vetëm për vlerat. Kur do ndërtosh? Kam frikë. Vazhdon ke frikë? Kam frikë sepse përveç këtyre partive që kanë dalë, parti që ka fillu themun, do dalin ja 2-3 tjera.
Nuk kupton, po fillojnë të formohen, domethënë kanceri i këtyre të vjetrave po ka filluar të shpërndahet. Po politika shqiptare e përdor figurën e gruas më shumë si dekor se sa të qëndësishme? Jo, politika shqiptare figurën e gruas e përdor vetëm për të ofenduar. Ashtu mendon, a? Po, jo kështu është. Po, ka për hir të vërtetës ka shumë gra në qeveri dhe në administratën publike. Po. Kjo mendoj se deri diku e frymëzon një grua që që ndërron për të qenë politikane. Ti çfarë këshille do jepje çdo gruaje që merret me politikë? Që mos bëhen pjesë. E bukur kjo. Po, që të ruajnë identitetin e tyre. Nuk është e thjeshtë. Po të merresh me politikë është shumë e vështirë. Megjithatë poezia zbut edhe gruan. Dhe Eda do na lexojë një poezi të Hamdiskejës. Unë jam shumë e lumtur që do lexoj një poezi tënde që vërtet më ka pëlqyer shumë. Është 2026, domethënë që jam kthyer pas shumë kohësh. Dhe shumë e ndjer. Faleminderit. Do të dua grua. Deri në frymën e fundit do të dua. E gjatë jetës që do kem, do të ledhatoj me vargje që si qiparisi ngrihen lart si kështjella të braktisura që lëngojnë, do të dua nën tingujt e heshtjes. Do të dua si e vetmja grua. I shoh sytë tu blu në piklat e shiut që bie. Krijim Vivaldi me nota dashurie. Do të dua në çdo natë kur shpirtin tim ma merr, mi merr dhe ëndrat dhe mendimet vijnë tek ti dashuri. Do të dua në çdo mëngjes që vjen me ty krejt botë e yllësi. E kur trupi im t'i shkoj botës tjetër, do të rrofem atje për ty, o grua e dashurisë, mjalt e vjetër. Hamdiskeja në 19 i pari 2026. Poezia e sapo dal nga labirintet e trurit të Hamdiut. Faleminderit. Çfarë tregon kjo poezi e rikthyer në kohë, Hamdi? Me kishte marrë malli. Për poezinë? Për poezinë. Po nga që nuk kam qenë i qetë, ja di shumë mirë. Kisha tentuar disa herë, por unë bëja një hap mbrapa për të mos shkruar për trishtimin, do vazhdoj të shkruaj për gruan. Kjo është padiskutueshme. Dhe kur i shkruar një vajzë apo një gruaje, a i shmangesh romantizmit të tepruar për të mos humbur të vërtetën, apo vazhdon ashtu si ata romantikët e kohës? Luaj. Atëherë